Një profesor që u paraqit si ligjërues në një leksion tha si vijon: "Çfarë na bën të lumtur?" Kur anketuam shumë njerëz, përgjigja më e zakonshme ishte udhëtimi. Pra, nëse doni të jeni të lumtur, shkoni në një udhëtim. Pse udhëtimet na bëjnë të lumtur? Së pari, sepse udhëtimi na lejon të distancohemi përkohësisht nga ajo që është e njohur. Dhe së dyti, sepse na ofron shumë material për të rrëfyer histori. Pra, udhëtimi na sjell lumturi. Duke dëgjuar leksionin e këtij profesori, mendova për udhëtimin e jetës së një të krishteri. Bibla flet për ne si udhëtar që drejtohen drejt adheut ton. Udhëtimi i jetës së të krishterit përfshin një largim nga e njohura. Të krishterët duhet të shkëputen nga qëndrimet dhe vlerat e njohura që kishim më parë. Ashtu si që Abrahami ju bind fjales së Zotit dhe la qytetin e tij të lindjes dhe të afërmit për të jetuar një jetë të huaj. Gjithashtu, të krishterët fitojnë shumë përvoja dhe eksperienca mësimore gjatë udhëtimit të tyre drejt qytetit të tyre të lindjes. Midis këtyre përvojave, ka shumë momente të vështira që sfidojnë jetën e tyre. Kështu që ato bëhen shumë dëshmi që forcojnë besimin tuaj dhe ofrojnë materiale për rrëfim historish që mund ta ndani gjatë rrugës. Pra, për jo besimtarët, udhëtimi jetësor i të krishterit duket se është plot me asgjë tjetër përveç dhimbjes dhe vuajtjes. Por nëse mendoni për atë që tha profesori në leksion, nuk duhet të harroni se udhëtimi ka edhe një aspekt tjetër. Në librin e zbulesës në Bibël, ka një skenë ku populli i Perëndis këndon këngë gëzimi në ditët e fundit. Ndërsa lexoja atë fragment, ndjeva sikur po shikoja një muzikal, një histori prekse për njerëz që lën jetën e tyre të vjetër dhe nisin një udhëtim drejt një jete të re.